Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dukagjini. Sot kemi ardhur në qytetin e Vushtres për të zhvilluar një intervistë me zonjën Zyl, me priardhje nga Korça, e cila jeton në Vushtre. Tashenje vetë ka filluar të merret me punën e dorës, e më saktësisht me çantat virale të momentit. Në çdo kënd, mundem çdo femën, është e pamundur thuajse me pa pas në garderobën e saj një çantë të tillë. Por jo vetëm, e për më shumë detaje se si ka filluar rrugtimi i saj, na tregon vetë ajo. Kam startu para një vite, dje i kam po një vjetë, rastisht në Instagram ka dalë një faqe me këto çanta, një faqe huja, dhe kom këshyr, më kam pëlqy, tani në YouTube kom hullum tu qysh punohen, edhe kom fillu, çanta e parë që e kom punu është kja, e maj kështu që e kom punu, fillim, e maj kujtim, edhe tani tu pa modele, diçka, treja, ngjyrat, madhësit, kom vazhdu, jo më kam të kërkume, do më thonë që një viti me knashne. Kjo ka qenë, më thatë se ka qenë puna e parë, cilën e keni bo dhe tash e rune dhe nuk është... E ruj, ja, nuk e shes edhe e ruj qysh, edhe nuk është kështë tamën qysh dohet, e mira më e ruj se është e para. Po materialin për fillim, kom pas pak vështirësi se se kom ditë pikat ku janë, tash e di, i porositi online ma shumë, rallë, nëse duhet na i ngjyrë tamën kështot, edhe nëse online nuk muj me caktu tamën ngjyrën, shkoj e marra, mo zakonisht online i marra. Idejat pak edhe vet i bëj, amo edhe shumica janë që punohen, është edhe në kështu shumë është tash në trend kjo puna e këtyne, amo modelet i bëj edhe vet, për shembull këtu cigare, kjo është model që unë e kom bo. Është për shkrepzë dhe për paqetën e cigareve dhe tash bashkë ju duan masë janë këtu me ato fotot pak që nuk janë të mira me po, e kom bo edhe qëta. Edhe kuletat, edhe këtu, kuletat, po pëtën kështu t'i kom qitë pak si idejat mija. Më thonë zizën mas shumëti, se bojnë kombinim me që tha. Amo gjatë verës, mas shumëti ka pos friktyne me kristale. Puna e fustanave në për darsma, në për këto kanë shkëlqim, këto janë kanë shumë të kërkume verës, me lloj-lloj ngjyrash, s'ka pos kështu të caktume. Amo zakonisht verë dhe dimën e ziza është kryesorja. Dallon prej matësis, po dallon edhe prej pirlave. Nëse pirlat janë të vogla, merr ku ma shumë, se atë shkon ma ka dal, me pirlat mëdhaja bëhet ma shpejt. Po zakonisht 2 ditë duhet me llogarit që avden me përfundu kështu. Nëse s'kam shumë porosi, nëse kam shkon pak ma gjatë, normal ju tham 2-3 ditë më herët me bë porosin. Këtu që janë këtu në lokal, i marrin amo me porosi 2-3 ditë, po. Këtu janë me grep, ka dhe tjera. Me grep tash kam fillu me punu shkurtat beba, janë si shtratat vogël, edhe ato që duhen për ato aksesorët, pampersat e shamponat e këto, që i bet beba, qka janë kështot me grep. Tash për dimën pak ftoftë e sana, ja kom startu edhe me ato me punu. I bëj këto me pirla, ma se kom startu me pirla, më pëlqejnë që to. Dhe në janë ma atleta, ma thjesht. Për shembull këto me këto gurt janë pak ma zësh, se janë ma të vogla dhe ma të ndjeshme, edhe pak ma zëshme, këto janë ma thjeshta.